Si rodhi kjo protest nga aty ku e ke monitoruar situatën dhe është hapur kufiri në këto kohë që po flasim? Po, Alketa, në prag të zbatimit të ligjit për të huaj dhe ati për automjete, pothuajse për 2 orë mbeti e blokuar rruga e cila të shpije në Jarin nga ana teritorit të Serbisë, por edhe këndej nga Kosova. Pas 2 ore blokade, protestuesit serb protestuan në shenjë pakënaqësie ndaj zbatimit të ligjit për të huaj dhe ati për automjete dhe përpasoj për 2 orë të tëra mbeti e blokuar qarkullimi. Protesta aq sa e pam ishte në numër mjaft të vogël, diku rreth 20 deri në 30 protestues, të cilët kundërshtuan këto ligje për shkak se si që raportohet ata pra thonë që ky ligj prek drejt për drejt qytetarët serb, veçanërisht ata të cilët jetojnë, studiojnë, por edhe punojnë në Republikën e Kosovës. Protesta u zhvillua e qetë, pa ndonjë incident dhe tash për tash, si që edhe mund të shihni, qarkullimi tashmë po zhvillohet i qetë dhe pa ndonjë pengesë, por se gjatë kohës se sa u mbajt kjo protestë, qytetarët u detyruan të përdorin alternativa tjera, sikurse pikën kufitare në Bërnjak dhe në Merdar. Vlen të cekët që ligji i cili parashihet të hyjë në fuqi që nga 15 marsi, parasheh dhe rregullat të tjera për shtetasit të huaj, sigurisht për ata të cilët duan të qëndrojnë më shumë se 3 muaj në Kosovë e për çfarë u duhet të pajisen me leje qëndrimi, por edhe ndaj atyre që tashmë ngasin dhe kanë automjetet e tyre me targa serbe. Por ashtu mund të theksoj, ashtu si që tashmë dihet, qeveria e Kosovës edhe pas takimit e mbajtur sot u dakorduan që të ketë edhe masa shtesë sa i përket këtij ligji, në mënyrë që zbatimi i tij plot të jetë më i lehtë dhe më i drejtë për secilin. Dua të theksoj se gjatë gjithë kësaj kohe janë mbajtur edhe fushata të ndryshme me theks veçantë për të informuar dhe për të sqaruar të gjithë qytetarët të Republikës, por edhe shtetasit huaj të cilët hyjnë në Kosovë mbi të drejtat e tyre, por edhe obligimet që i takon sa i përket ligjit për të huaj dhe ati për automjete, pasi në rast mos zbatimit të tij parashihen edhe masat e tjera, por edhe gjoba deri në urdhër për largim jashtë vendi. Pra, nga 15 marsi parashihet që të hyjë në fuqi ky ligj dhe presim tutje për të parë se si po zbatohet në Kosovë. Dakor, falenderoj shumë për këto informacione, Valjet.